Republika e Maqedonisë së Veriut mori konfirmimin ndaj zbatimit të politikave ekonomike nga Agjencia Ndërkombëtare Kreditore Standard & Poor's, e cila e ruajti vlerësimin kreditor të vendit me BB me perspektivë stabile. Në raport theksohet se rritja ekonomike po përshpejtohet e mbështetur nga rritja e investimeve publike, veçanërisht në kuadër të projekteve të mëdha infrastrukturore, si dhe nga rritja e të ardhurave të ambisërive përmes rritjeve së pagave dhe pensioneve. Konfirmimi i vlerësimit është sinjal i qartë i stabilitetit të politikës makroekonomike, nivelit të moderuar të borxhit publik dhe aftësisë së shtetit për të servisuar në kohë dhe në vazhdimsi detyrimet financiare, si dhe për sigurimin e vazhdimësisë në kryerjen e politikave ekonomike, edhe në kushtet e rritjes së pasigurisë ekonomike globale. Agjencia pret që rritja ekonomike të arrijë rreth 3.5% në vitin 2026, ndërsa në periudhën afatmesme rritja do të stabilizohet rreth 3%, me rritje graduale të rolit të investimeve private dhe kërkesës së jashtme. Siç ceket në raport, me buxhetin e miratuar për vitin 2026 parashikohet ulje moderuar e deficitit buxhetor, i cili është projektuar në 3.5% të PBP-s, duke ruajtur nivel të lartë të investimeve kapitale, kurse Standard & Poor's pohon në raport se risqet në rënje që lidhen me mjedisin e jashtëm, veçanërisht zhvillimet ekonomike në Bashkimin Evropian, balancohen kryesisht nga qëndrueshmëria e ekonomisë vendase, stabiliteti i sistemit financiar dhe çësia e kujdesshme e politikave monetare. Agjencia në raport po ashtu thekson se progresi i mëtejshëm në zbatimin e reformave institucionale dhe strukturore, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, mund të forcojë më tej pozicionin ekonomik dhe fiskal të vendit dhe të kontribojë në përmirësimin e profilit kreditor.